pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Armiqt kryesor të integritetit. Ai që ecën me ndershmëri, ecën i sigurt, por ai që ndjek rrugë drejtarake ka për të zbuluar. Fjalët e urta kapitulli 10 vargu i 9. Do të jem në shtëpi në orën 9 fiks. Por ora 9 vjen dhe ai nuk duket gjëkundi. Ai nuk duket as në orën 10, as në orën 11. Më në fund dëgjon derën që bie në orën 12 pa 10. Mendova se the që do të vije në shtëpi në orën 9 fiks. E di, por më ndodhi diçka. Më pas dëgjon fjalin. Do të ta sjell çekun me postë. Kështu pret 3 ditë më shumë, më pas 4 ditë dhe në fund 1 javë. Por asnjë çek nuk vjen. Ti telefonon dhe thua, me sa kuptova ti më the që çeku yt do të vinte me postë. Përgjigjja që merr është kjo. Në fakt, mendova se do të vinte dhe pastaj të thuhet një frazë mjaft e pabesueshme, sikur zarfi ka humbur rrugës. Le të bëjmë vlerësimin e situatës për një çast. A do të thoshit që njerëzit janë më pak të prirur për ta mbajtur fjalën e tyre, më pak të prirur për të ardhur në kohën e duhur dhe përgjithsisht kanë më pak integritet se sa disa vite më parë? Kur figurat ndërkombëtare ju zhgënjejnë dhe ajo që thon shpesh është e dyshimt, kur edhe pastorët duket sikur bëjnë jetë dyfisht, një jetë private që është ndryshe nga jeta në publik, kur arsimtarët thonë se vlerat morale mund të mësohen pa ndikimin e besimit, a nuk është e çuditshme që biseda rreth integritetit sot është një diskutim rreth vertebrës së 4 të një dinozauri të zhdukur? Ju thoni, po, jam dakord, por çfarë mund të bëjmë ne për ta ndalur erozionin e karakterit sot? Ne mund të bëjmë shumë më tepër nga sa mendojmë. Së pari, le të përkufizojmë termat tona. Integriteti është ajo që jemi, është karakter moral brenda jush që përcakton atë që jeni. Karakteri është si njëra anë e monedhës. Lidhet më shumë me veprat tuaja, me atë që bëni. Themeli i integritetit është një qëndrim i vjetër i moralit, që thotë se ka një Zot në qiell që interesohet për atë që ndodh në planetin Tokë. Bazohet në faktin se disa gjëra ai i quan të drejta dhe disa i quan të gabuara. 10 urdhërimet nuk u dhanë si 10 sugjerime, por si 10 ide rreth moralit. Ato ishin edhe negative, edhe pozitive, siç Zoti tha, kjo është e gabuar dhe këto gjëra janë të sakta. Gurë të tjerë të themelit të integritetit janë përgjegjshmëria dhe përgjegjësia, që si 2 terma në një varg të vogël e mbajnë jetën tuaj në ekuilibër. Shumë shpejt para vdekjes së tij, James Missioner foli për ndryshimet që kishte në brezin e tij. Ai tha se ditët e shkuara nuk ishin ndaj të shëndritshme, por brezi para tij i konsideronte disa gjëra të drejta dhe disa të gabuara. Jo gjithnjë bënim atë që ishte e drejtë, por e dinin ndryshimin. Kurse sot individët që nuk e dinë ndryshimin janë të rrezikshëm dhe janë një kërcënim për shoqërinë. John Sauter, në një artikull me titullin Fjala që mungon, integriteti, thotë se ekzistojnë 4 armiq të integritetit. Ai përshkruan ato si mashtrimi, sektësia, shtirja dhe përshtatshmëria. Mashtrimi është ai që Abrahami përdori kur nuk donte ta pranonte që Sara ishte gruaja e tij. Ajo është motra ime, tha ai, gjë që ishte gjysmë e vërtet. Sektësia, armiku i dytë i integritetit, është qëndrimi që tregon se nuk ka shumë rëndësi. Të gjithë po e bëjnë këtë gjë, thoshin njerëzit duke justifikuar sjelljen e tyre. Sektësia është refuzimi për të luftuar kundër rrymës, duke thënë, kjo nuk është lufta ime. Karakteri është rezultati i bindjeve që janë themeli i integritetit. Shtirja është padyshim mallkimi i ditëve tona. Dikush pyet, si po ja kalon? Dhe ju përgjigjeni, shumë mirë. Ju nuk jeni mirë në fakt, por nuk doni përfshirjen emocionale për të dhënë një përgjigje të sinqertë. Përshtatja është armiku i 4 të integritetit. Është shtegu ndaj të cilit rezistohet më pak. Rruga e shkurtër. Është hamendësimi që nëse gruaja juaj nuk do ta marrë vesh kurrë, atëherë mund të bëni diçka. Është flijimi i përkohshëm në altarin e përshtatshmërisë dhe është mallkimi i ditëve tona. Pavarësisht kostos, integriteti ja vlen. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.